Përshëndetje miq. Kjo është një video Reiki me synimin e pastër për të qetësuar sistemin tuaj nervor. Prandaj, nëse kjo video ju ka gjetur me shumë gjasa, ju keni nevojë të ndjeheni të sigurt, të mbrojtur dhe të suportuar në jetë. Ndoshta edhe në një nivel të pavetëdijshëm. Dhe si pasojë ju mund të përjetoni simptoma si dhimbje të ndryshme në trupin tuaj. Nëse nuk kanë një shpjegim mjekësor, tregojnë thjesht që është tension i akumuluar në këto vende specifike, emocione të akumuluara, të cilat nuk janë të çliruar. Qofshin këto frikë, dyshim, ankth, shqetësim, përgjegjësi të tepërta, pritshmëri të papërmbushura e të tjerë. Mos harroni që kjo është një hapësirë e sigurt, ku ju të mund të ndjeheni të relaksuar, të suportuar, të mbrojtur. Dhe mos harroni që nuk jeni vetëm në rrugtimin tuaj. Vetëm për disa minuta, bëjni ndër vetes dhe relaksohuni tani më. Thjesht lërini problemet dhe shqetësimet më njanë. Nuk do t'ju gjej asgjë nga kjo. Vetëm mirësi, vetëm qetësi, relaks. Dhe do të shikoni që do të ktheheni dhe riktheheni në jetën tuaj me një mendje më të kthjellët. Mos harroni të merrni frymë me ritmin tuaj dhe thjesht relaksohuni. Nëse jeni të ulur në karrige, mundohuni të zjasni këmbët tuaja. Ndoshta t'i vendosni mbi një stol të vogël. Mundohuni të lejoni kokën të relaksohet, qafën të relaksohet, shpatullat të jenë të relaksuara. Vëreni ndonjë tension të mundshëm apo dhimbje në këto zona të sapo përmendura. Dhe thjesht observoni. Thjesht bëhuni të vetëdijshëm për të gjitha këto. Sepse vjen në vetdijen tuaj me qëllim që të çlirohet. Mjafton thjesht t'i besoni procesit dhe thjesht jeni të relaksuar. Mos harroni se ndonjëherë gjithçka na duhet është thjesht vëmendja jonë ndaj vetes son, dashuria jonë ndaj vetes son. Dhe thjesht të besojmë në vete, thjesht i themi vetes se sa shumë e duam, se sa shumë ne besojmë që mund t'ja dalë, që ka gjithçka i nevojitet për të patur sukses apo për të arritur gjithçka që ndëron. Ne mund të jemi armiqt më të këqij të vetes, por edhe miqt më të mirë dhe motivues të vetes. Prandaj zgjedhja është e juaja.
Tani më që gjithçka që nuk ju nevojitet u largua për jush. Kjo e la vendin energjive pozitive që të vijnë drejt jush. Ju mund të vizualizoni nëse preferoni çfarëdo lloj ngjyre të dëshironi që po vjen drejt jush si një lloj energjie pozitive për ju. Ajo që unë pash ishte ngjyra roz dhe ngjyra e bardhë, por mund të jetë çfarëdo për ju. Ndoshta edhe jeshile. Ju ftoj të vizualizoni një sferë prej goldi e cila ju rrethon të gjithë trupin tuaj. Te brenda kësaj sfere ju jeni të mbrojtur. Dhe kështu është. Merrni dhe disa fërmare të fundit. Rrotulloni qafën tuaj. Lëvizni kyçet e këmbëve dhe thjesht riktheuni në trupin tuaj tu dhe tani.